Gjykata penale e Shkupit nuk vendosi nëse ish ministres Gordana Jankullovska do t'i merret pasaporta dhe do t'i ndalohet ta lëshoj Shkupin, si akuzuar në procesin gjyqësor Fortesa. Shkak për këtë është se gjykatësi i cili procedon lëndën ju përkeqësua gjendja gjatë marrjes në pyetje të ish ministres. Marrja në pyetje Jankullovskës nuk vazhdoi. Ish ministrja e brendshme pas daljes nga gjykata tha se nuk është fajtore për veprat me të cilat e ngarkon Prokuroria Speciale. Megjithatë, ajo nuk deshi ta komentojë vendimin e gjykatës për paraburgim për Goran Gruevskin, që vërteton se gjykata ka qenë e bindur në dyshimet e Prokurorisë Speciale. Se për çfarë flasin vendimet e gjykatës, më së miri këtë duhet ta komentoj vetë gjykata. Unë nuk jam në cilësinë e përfaqësuesit të gjykatës që t'i komentoj vendimet e saj. Sa i takon pyetjes që ma parashtruat mua drejt, për mua kjo është vazhdim i pritshëm i aktiviteteve të Prokurorisë Speciale, që ajo praktikisht i paralajmëroi qysh më herët, se do të vazhdojnë me gjithë ato që janë në kontekst të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Në pyetje tjera, Jankullovska tha se nuk beson në pavarësinë e Prokurorisë Speciale. Presë që Prokuroria Speciale të hapë edhe shumë raste tjera sepse ky është misioni i tyre dhe agjenda e tyre politike. Por nuk është pyetje se sa raste do të hapin, por sa raste do të mbyllen edhe si do t'i mbyllen, ndërsa mbetet gjykata të vendos se si do të mbyllen. Përveç për Jankullovskën, gjykata sot duhet të njoftojë se a do t'u marrë pasaportat edhe 3 personave tjerë, të cilët të bashkë me ish ministrën dhe tani më të paraburgosurin Gruevski, akuzohen se i kanë shkatruar pajisjet me të cilët është bërë përgjimi i paligjshëm.